Ndoshta ka për Korçën, ka gjë për Korçë Pogradec në specifik. Jo, po mirë e kemi në me këta. Mirë e kemi, nuk ka të bëjë në fakt në atë. Unë besoj se përderisa kështë një sistem lotarie nuk ka të bëjë fare me qytetin që vjen. Po do të kesh parasysh edhe kompjuteri punon me një lloj algoritmi. Dhe duke ardhur që mbjemat, korçarët, pogradcarët, zona ka qenë të parë që kanë emigruar. Pra kush e ka me Llari mbi emrin? Unë personalisht nuk besoj në këto teori konspirative që jeni aty, jo, po ka një shqiptar që punon aty. Aty shqiptar kanë që punojnë sa duash. Në fakt sot që flasim ne, një nga drejtuesit më të mëdhenj të DHS-it Homeland Security është një vajzë. Ka qenë vajzë kur ka nga Shqipëria, një ish gjykatëse e viteve 80 në Tiranë është numri 2 i Homeland Security. Numri 2. Këta bëhet pa numri 2. Po, numri 2. Ta dërgoj me emër me mbiemër ta nxjerrim aty. Po, numri 2 i Homeland Security. Ka shqiptar sa duash që punojnë për departament. Pas do të thotë gjaja nga Tirana është nuk do të thotë gjë. Pastaj po tjetër ashtu është duket korçafare në politikën. Nga jashtë duken sikur këta janë faktikisht shumë anti-emigrant. Administrata sot. Por faktikisht në të njëjtën kohë që ne flasim, në të njëjtën kohë që ne shohim në televizion që këta kanë goditur emigracionin, këta kanë dyfishuar H1B vizat e punëtorëve sezonal. I kanë dyfishuar që nuk kanë ndodhur ndonjëherë më parë. Me thonë se kanë nevojë për këta punë, faktikisht. Sepse emigrantët për fat keq bëjnë ato punë që amerikanët nuk i bëjnë. Ose ato punë që nuk punojnë dot amerikanët në farme, që ti jemi realist. Dhe i marrin nga Meksika, nga vendet. Por në fakt nëse do për momentin kemi parë një politikë pozitive për vizat turistike, por edhe rikthimin e procesit të aplikimit për lotarinë. Por vizat e migruese vazhdojnë të jenë të pezulluara. Pra, për të shkuar në SBA janë deri tani është vetëm një rrugë, pra vizat turistike, qofse ata që duan shkojnë për parë botrorin ose për qef. Kurse për punë o duhet presin lotarinë ose rihapjen, pra heqjen e pezullimit për vizat e migruese, apo jo? Po, për vizat turistike normale, apo. Turisti vjen për shparak, pse jo? Ne jemi administrat biznesi. Domethënë, si asnjëherë më parë nuk ka qenë një administrat që e shef çdo gjë në drejtimin e aspektit të biznesit. Jo më kort ishin edhe kartat e arta. Nësa kartat e arta ishte një loj politike për mendimin tim, sepse ajo ligj ekziston, nuk Trumpi nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se ligjeve që kanë ekzistuar, më kupton? Ka luajtur me kartën që i premtoi popullit në fushat që unë do ta bëj këtë, edhe ato që e di që do t'i dështojnë. Tani në qershor, duket ka java e parë e qershorit pritet që gjykata e lartë japi vendimin për këtë birthright citizenship. Për ata që lindin këtu kanë të drejtë një qytetar amerikan, apo jo? Kjo ka qenë një në Supreme Court nga shekullin e fundit. Ka qenë një më parë. Po më duket shkalla e parë e rrezoi Trumpin, apo jo, për këtë? Po, për shkalla e parë apellet korte ka rrëzuar, pa e do vejnë në gjykatë federale, do flasin gjykata federale. Të besoj se do qëndroj, tani nuk e di në aspektin e sigurisë kombëtare edhe po ta heqë nuk është do një gjë e keqe se do bëhet si Italia. Sepse që t'jemi të qartë, nuk do t'ju heqi të drejtën e mbështetësisë personave që e kanë një prind këtu, ose janë fëmijë emigrantësh. Po ky kërkon t'ju heqi të drejtën e mbështetësisë një njeriu që vjen vetëm për të lindur në Amerikë. Një nënë që nuk ka efekte prapa vepruese. Jo, nuk ka asnjë ligj nuk ka efekt prapa vepruese. Së paktën deri tani nuk kanë zgjedhur që të ketë efekt prapa vepruese. Kush ka lindur ta gëzoj. Deri nga ajo që rrezovi, ajo që përmendet ti, ishte që ky donte ta bënte nga momenti që ndalovi dhe këta i ndaluan ato. Që jo nuk mund të efektosh ta derisa të japi një vendim gjykata. Vitin e kaluar qarkulluan mjaft lajme që mes shteteve që do kishte dëbime, pra qytetarëve, do kishte edhe nga Shqipëria. Ju keni dëgjuar, jeni ndjeni që ka pasur dëbime të shqiptarëve pa dokumenta që janë. Po ka patur dëbime edhe të shqiptarëve, bile jo vetëm të atyre, po edhe njerëz që kanë patur, që kanë qenë faktikisht me green card, dhe kanë patur një ose dy shkelje minor, shkelje të vogla, për që kanë thyer ligjin, dhe këta e kanë shfrytëzuar këtë, në fakt kjo u shfrytëzuar më shumë për politikën e brendshme.
Ato që ne po pastrojmë nga kriminalët. Tani po ti kesh, shiko, këtu krimi që bie në kategorinë e kriminalit, erdhën nëse je me shpejtësi 35 km mbi limit. 35 km, që në fakt me shpejtësinë që udhëtohet në autostrada këtu 35 km nuk është fare. As nuk e ndjen që 35 km. Dhe këta e ka shfrytzuar. Dikun shqiptarë në listë që kanë qenë me deportime, kanë qenë diku në 1800 e ca njerëz. Në listë, sa ka patur dhe shqiptarë që kanë deportuar. Është... Po, si unë ndërpreva. Jo, për fat të keq thash, për fat të keq patën dhe ata që u mbitën green card. Nga këta që këtu. Kjo është politika e brendshme këtyre që do ta shfrytëzojnë deri në dorë. Do bëj qetë. Ajo ishte pyetja e fundit që do i bëja, pra për zgjedhjet e mes mandatit. Ndoshta pritet që vendosen edhe për ndryshim kursi shumë. Në historikisht zgjedhjet e nëndorit. Pra, për ta thënë më thjesht, 2 vitet e para ishin më të fuqishme të Trumpit, tani vijnë 2 vitet e fundit që janë më të pafuqishme. Tash nuk mund të themi që janë më të pafuqishme, po jo për rezultatin, por e kanë fjalën sepse edhe vëmendja do jetë kandidati që do jetë për president. Më shumë se sa tek ai që po ikën. Kandidati për president pak a shumë mund të ta them unë që sot që një nga ata kandidatë ke Marco Rubio ne nuk e diskuton këtë, kurse nga demokratët mund të jetë ky i Arizonës. Më kupton, duken që tani ata nuk kanë nevojë. Zgjedhjet midterm election. JD Vance. Ka mbaruar punë JD Vance. Mbarove nuk ka. Të bëjnë një deklaratë sot ditë që tha nuk do rim gjatë në Iran, do rikthehemi. Ndoshta dha ajo ishte në funksion të ata. Pa në funksion të asaj ka filluar që kur filloi fushata është funksion të asaj, po është problemi që është shumë vonë tani. Është shumë vonë për JD Vance. Ka punuar shumë Marco Rubio. Po Rubio është, mund ta quajmë, pra liberal në politikat e imigracionit, edhe vetë emigrant nga Kuba. Rubio është jo liberal, nuk mund të thuash liberal se Rubio është. E di çfarë ndodh me politikat e imigracionit. Në 2003 Partia Republikane ka filluar atë që quhet Dream Act, ka qenë Bushi president. Dream Act për studentët. E pezulluan demokratët. Nuk e lanë të kalonte. Erdhën demokratët u mundu Obama e ndaluan republikanët. Do të thënë kjo lloj emigrantëve, këtu janë 20 milion ilegal. Dhe ku ka më mirë se të kesh punëtor ilegal që paguajnë taksa dhe nuk i marrin asgjë shtetit. Dhe nuk i marrin asgjë shtetit, më kupton, paguajnë sigurime shoqërore. Shteti s'ka dhe nuk kanë të drejtë. Dhe nuk kanë të drejtë, nuk kërkojnë as pension, as unemployment, as asistencë sociale. So kjo politika e emigrantëve kështu ka për të vazhduar këtë.